kandidat apo kandidatit tjetër, sepse kandidatja që ka dështuar do dështoj përsëri për ta shumicën, dhe unë besoj që nuk ta lajnë vend guvernën e Kosovës, por edhe qeverinë e ardhshme, por çka të tekeve qofshin apo probleme të ardhshme apo çka do tjetër. Kandidati që nuk do të ketë mbështetje tonë në asnjë reformë në asnjë moment. Ajo është simbolik dështimit të kësaj qeverie në 4 vjeçarin e kaluar. Krejt mandatin e ka pas përcjellur me skandale të ndryshme, prej zhdukjes së mostave të pastrimit të avarit deri tek ulja e buxhetit për mbrojtjen e qytetarëve në aval. Ka shumë dështime mesin e cilave marrin kujtoj edhe këtë ligjin banal për qeverinë që ka lidhur nyje pikërisht vetëvendosje, kështu që rruga është e qartë kur me ndryshu kandidatët, pastaj do të shtamuar. Ai kanë edhe 47 jetë, letëror. Tani popi rodhës tjetë, është popi i propozimit që ka kënë parti që ka dole para. Në këtë kodë unë po i ftoj edhe njëherë që ta ndrojnë kandidatën se nuk kalon. I kanë 47 jetë. Tani s'po paragjykojmë ma mesin blokun, po kjo blokat nuk mundet me vazhdu, televiza dhe një se po përgjëtësi me zhbloku guvernën, nësë më pojë bloku. Ekonomisa poli për marrëveshje politike, atë poli para pasysh që me pas një amër që sigurisht e përsetin një pasë në Po marrëveshje politike për të dorë guvernet. Dorë guvernet të e propozën nga votat të jesë për para. Po shumica parlamentore e sjellë marrëveshje. Na s'kemi marrëveshje këto. As kemi me bo marrëveshje, as një formë në lëvizjen e vendosur nuk mundë me pos marrëveshje. Shumica parlamentore kurrë nuk kriju. Nëse si janë gjendje me kërë shumicën parlamentare, ne duhet me gjithë opcione tjera, qofshin edhe zgjedhjet e reja.